Youth Cup Shkodra është kampionati i cili ka nisur mes qeverisë dhe gjimnazeve të Shkodrës, të cilët u bën bashkë në fushë, duke sjellë energji, pasion dhe frymëngare. Ky kampionat i Shkodrës mesme një nismë këshillit rinor vendor dhe i mbështetur nga Bashkia e Shkodrës dhe zyra vendore arsimit, po dëshmon se sporti mbetet një nga uret më të forta të bashkimit mes të rinjve. Mendoj që është hera parë që organizojmë një aktivitet tillë, një kampionat mes gjimnazeve. E shoh shumë shpirtin e garës dhe dëshirën për të fituar. Ne si bashki jemi gjithmonë në mbështetje të këtyre aktiviteteve, kështu që do ju ndjekim me shumë kujdes kush janë më të mirët. Shkodra është gjithmonë një vend i talenteve, futboll, vllaznia është krenaria e gjithë vendit tonë për suksesin që ka, dhe mendoj që ky aktivitet do jetë mundësia që ju ta shtoni akoma më shumë dëshirën për sportin, për shëndetin tuaj të mirë, edhe për të pas suksese jo vetëm në shkollë, po edhe në jetë edhe në sport. Është nisëm shumë e mirë për të rritë kompetitivitetin mes shkollave, që në fakt vihet re shumë mirë edhe te grinta që secila nga skuadrat me mbështetësit e tyre ka, por është një nisëm shumë e mirë për të promovuar edhe terrenet sportive shumë të reja dhe të investuara që Bashkia e Shkodër tashmë i ka vënë eficiencë të plotë për nxënësit e shkollave, po jo vetëm nxënësit e shkollës dëshmorët e Prishtinës, po ne na ka dhënë mundësinë me zhvillu edhe kampionatet të gjitha formave në këto terrene sportive. Youth Cup Shkodra përfaqëson një investim drejt për drejt tek brezërinë e promovimin e frymës së ekipit fair play dhe kulturës së sportit, që historikisht ka qenë pjesë e identitetit të Shkodrës.